ndryshe në Top Albania Radio. A ishte kjo aventura e jetës tënde, Greta? Wow, një super aventurë. Realisht, do ta kujtoj tër jetën. Mirë, tani unë nga anglisha do kërkoj pak njerëz që flasin italisht. Vërtet? Po, Greta e flet italisht e qan, po. Prego, cara mia. Ke pyet për provimin si e puna. Dash provimin e italishtës me 11 kompliment për cittadinanza. Brenda 90 ditësh është përgjigje. Emisioni jon s'ka mbaruar akoma për 3 muaj, kështu që do të them. Speriamo bene. Ti si isha ke provimi me gojë? Me goje? Sa kisha frikën ta ulticuri. Ke provimi me gojë. Dëgjoj, ne jemi nga ata që dhe lekët i marrim me gojë. Me gojë. Una është ka ime shkrim. Ne ke fjallë kemi gjithë forcën, nuk e kemi forcën ke fjallë. Ke fjallë kemi brenda forcë. ciao cari miei, edhe filloi biseda. Mirë thash? Shumë mirë. Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme në një ambient super profesional. Është Bene Asikuracioni që tani që e shoh Benen, unë e kam shkruar me 2 n. Du dashka me 1 n Bene. Bene. Pas kam Korona ne. Kompania po zgjerohet, kërkon punonjës të ri, energjik, të motivuar për të bërë pjesë e Bene Asikuracioni, ofrojnë kushte të mira pune, pagesë konkurruese, ambientet janë në qendër, në zemër të bllokut, në kryeqytet. Nëse dëshironi një të ardhmë më të mirë, apliko tani në recruiting@benebranch.it ose dërgo një mesazh në 068 89 26 189 dhe i mbarova të gjitha sot sugjerimet që Shumë vijnë. mirë. Tani Gret, për ty është dole nga Bigu, edhe si të gjithë ata që janë kurioz se çka ndodh me ty në rrjetet sociale apo në portale. Sot. Çfarë nuk të pëlqeu që një gjë që të duket mërshme, që the ç'ash ky budallik. Dëgjoj, akoma nuk i kam shikuar të gjitha sepse po më shpërthen telefoni. Jemi 4 veta që e menaxhojmë dhe nuk po ja dalim dot, realisht. E kuptueshme. Me të mira me të këqija të gjithë i kanë, nuk është se kjo është Greta në funditës, dhe ka patur disa momente që normalisht kanë influencohesh shumë nga këto apo thjesht i bën skip edhe? Jo, as pak, sepse familja e din se kush jam unë, vlerat e mia i kam treguar dhe brenda Big, vlerat njerëzore. Po, absolutisht. Unë gjithmonë ria pronto, çdo kujt, edhe armikut i ria. Edhe duke i dëgjuar historitë, po i ke patur të gjitha këto pozitivitetet e tua. A të pëlqen ty fama, Greta? Po, nuk e kam problem. Të pëlqen ky fakti që 4 veta po mbajnë telefonin mezi po kthejnë përgjigje, ono që është aty për të çuar këtu atje, ka që kërkuar në intervista, reklama. Dëgjoj, është aq e mirë, por edhe disa momente njeriu do dhe privacy-n e vet, por duhet të kesh rreth teje disa njerëz që të vlerësojnë dhe të jenë krau jot më i mirë, sepse po spate njerëzit e tu më të dashur afër që të ndihmojnë, realisht do ishte shumë më e vështirë. Dëgjoj, nga eksperienca paktën jo të gjithë, po ndodh që ti hy në Big, pavarësisht se dikur ke bëhesh e famshme shumë. Sigurisht ke një të dashur që të fejuar që e ke që të pret për jashtë, del dhe ti je përballë një fame të madhe. Eksperienca ka treguar që kjo fama i ka prish punë lidhjeve. Jo. Do ta menaxhosh mirë këtë punë apo super mirë. Do kesh kujdes? Ke frikë nga fama në këtë rast që mos ndoshta. Jo, sepse unë ndjej veten siç kam hyrë, kam dalur. Nuk e di, edhe në rrugë, është e njëjta gjë, siç ka qenë. Do kesh pa kujdes nga ajo shpreha e shkodranëve, mos typ vetja në qef. Se me typ vetja në qef është nga këto probleme që thot Salsano, që fillon ndahesh nga njerëzit, nga shoqëria, nga kam vdekje sepse unë jam njeriu më me këmbë në tokë. Realisht edhe i kam shumë inat njerëzit kur ndrojnë karakter. Ore jetës nuk i dihet për asnjë arsye, por Greta thot nuk do jetë kjo arsye. Nuk do jetë sepse dhe ono që më njeh e njëjta gjë ka qenë. Ono të ka bërë ndonjë surprizë se mua s'e më foli për ca udhëtime vetëm ju të dy. Po, është duke planifikuar, por nuk më tregon drejtjes. Do me thënë është ai muaj i mjaltit pas unazës. Ja ta them unë një, dhe kishim koç. Se Gjirokasë kemi qenë për herë parë. Gjirokasë do të shkosh se është dhe muzeu i Louvrit. Jemi Louvri Gjirokasë. Shikoj më Salsana, shikoj më çfarë rrushash të dy. Prallore, realisht. Ky që më bën mua si i turpshëm këtu. O zot, o dritja këtu. Nuk
Tani që doli Selina pashi një gjaka shumë. Ora po ta mbajti hajde. O zot, çfarë emocioni është në atë moment, nuk e shpjegoj. Nuk e prisje fare, sepse ona hyn dhe thot dua takoj nga të dyja gocat vetëm Molltrën, thot Selin. Kjo u pre fare iku. Jo, unë thash, jo për zotin, kam thënë shumë mirë sepse Selin ka më nevojë momentalisht. Jo, në asnjë moment, në asnjë moment. Rregullat shkoi vrapoj për ta takuar. Ja arriti deri diku, pastaj tha ona, hajde ku do ikam. Jo, më bë shumë qefi, realisht e kam thënë. Vetëm më prishën pak atë momentin kur po u takonte Joni dhe Selin, sepse Rogerti filloi duke u lëritur dhe unë nuk dëgjova asnjë zero. Asnjë modet se çfarë bën, asnjë gjë. Dhe realisht isha xha e ngarkuar dhe kur dola aty vetëm e humba komplet, nuk po merrja vesh se do hypja, do zbriste Joni, do. Tani kjo unaza që ta kuptojmë mirë është personifikimi i dashurisë tuaj që tregon që lidhja juaj do të shkojë në një hap më të rëndësishëm. Patjetër. Që është fejesa, martesa, të gjitha me radhë. Spinaqi me veske, mama Jasmina. Vetëm se kam pak të madhe. Mos nxitoni. E ke të madhe? Po. Atë do të shndoshesh urgjentisht. Jam dobësuar shumë. Jam dobësuar, po. Shumë, 7 kg dhe. Ke 7 kg? Po. Po ku mos bie 7 kg? Ram ne duke u dëgjuar ju. Nëse mirë, në rregull. E kemi shijuar. Tani ti ke një plan për jetën tënde? Do bësh kështu siç bën gjithë influencer apo do merresh me televizion apo çfarë do bësh ti tash ti? Ëndra më e madhe. Po, ëndra më e madhe është në televizion. Domethënë kam luftuar deri më sot, kam dalë kundër të gjithëve për t'ia arritur këtë. Kush janë të gjithë që të kanë familja, po, domethënë ato normal kanë pak merakun, sidomos kur erdha në Shqipëri vetëm, nuk është e thjesht për një familje të konsideruar. Ti jeton vetëm në Tiranë? Po, vetëm, edhe momentalisht vjen dhe Joni normal sepse vetëm nuk më shtyhet kohë realisht, por kam shumë shoqe të mira. Pra nuk jeton akoma me prindrit e Onës edhe. Jo, më kanë thënë gjithmonë që ju jeni të lirë, janë super open mind edhe nuk kanë qef, domethënë ti kufizojnë. Ska gjë, nuk jeton ky, do e fusim ne në shtëpi të tre. Ka përgatitur një sat shumë të bukur për ju. Vërtet? Pak më ka thënë dhe mua. Pak fare ti. E kam surprizë për vete. Jeti një vajzë shtëpie, ka shkruar Salsano. Ke qef të gatuash në shtëpi, nuk rri për jetë natë gjithë javën. Lan balkonin, vadit lulet, apo e do mëngjesi në krevat, ngrihesh në 12 të drekës dhe 4 herë në javë shkon te parukierja. No, që ta dini ju, unë asnjëherë në jetën time, përveç tani normal që sistemohem te parukieri, asnjëherë te parukieri, të gjitha vet. Jam rritur nga një mami Suela, po. Jo, mami Suela. Sa ka vajzë është kjo? Sa ka vajzë është kjo shprehje? Shkoj grefja. Sa ka vajzë është kjo shprehje? Shkon grefja. Sa mu ma thata. Ja, Robi, një ratë. Ja, dhe babi im ashtu është. E po krefe. Ja, që ka nëse. Nuk e di pse ju vajzët, se mos i ka vajzët, keni qef vetëm krefin flokët. Janë qefli, realisht janë njerëz qefli, babaxhan. Ka vajzit? E mbajnë shumë vetën. Po su lyne, po su krefës, dalin nga shtëpia. Vërtet. Le të keni 100 hallë. Por te pjesa shtëpiake un jam super nikoqire, meraklie, është dukur dhe në shtëpinë e Bigut, të gjithë, është vrejtur kjo gjëja. Ndërsa për jetë natë normalisht dal, sepse tani të flasim realitetin, unë flas pa dorashka fare, çfarë është realiteti. Normalisht kam dalur, por një ditë në javë, një herë në javë, varet nga festa. Pëlqejnë kështu klubet apo në një gotë verë me shoqëri? Atëherë ka arritur një moshë që dua pak më shumë qetësinë. Realisht. Mbase kur isha më adoleshente, normal me shoqet, në party, por tani ndryshojnë. Ne jemi në limit publiciteti, se është ora 7:30. Mos ma hidh letrën tash, çfarë bëj, nuk e vendos unë 7:30. Po thashta them unë që ka publicitet, se si kisha qef ta thosha unë. Kam një pyetje shumë delikate për Gretën. Por mbas publicitetit. TV Top Radio.